Kjo grua piu një lug uthullmolle në ditë për një muaj dhe ajo çfarë i ndodhi i habiti të gjithë. Përdorimi i uthullës së mollës si antibiotik datoi që në vitet 400 para erës sonë. Uthullës janë thurur shumë lavde dhe shumë ekspert, madje edhe vetë Hipokrati i njohur si babai i mjekësisë. Në ditët e sotme, uthulla e mollës gjendet në varietete të larmishme, të papasterizuar, të filtruar dhe të holluar. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uthulla e pafiltruar e mollës, ajo që përmban lëndën e trashë që njihet si nëna, është lëngu më i mirë dhe më i shëndetshëm për organizmin. Lëngu i trashë i saj është një masë ngjyrë kafe që rritet në fund të shishes të mbushur me uthull molle. Fuqitë e saj kundër mikrobeve, myku dhe bakterieve besohet të jenë vërtet të mëdha. Duke qenë se ka përmbajtje të larta të acideve, rekomandohet që uthulla të pihet gjithmonë duke u tretur në ujë. Mjafton 1 deri në 2 lugë gjedhe uthull molle të tretur në ujë, sidomos në ujë të ngrohtë për të marrë përfitimet e saj maksimale. Uthulla e ngrohtë e mollës mund të ofrojë shumë përfitime për shëndetin tuaj. Për sa kohë përdoret me kujdes dhe në sasinë e rekomanduar, do të jetë një përzgjedhje e dobishme në vlerat e shëndetit. Studimet shprehen se uthulla e tretur në një gotë me ujë të ngrohtë dhe e pasuruar me mjaltë, jo vetëm që do të shijojë shumë, por do të ofrojë edhe vlera të çmuara në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uthulla e mollës është një përbërje pozitive edhe kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Përdorimi i uthullës së mollës mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës pas vakteve. Studimet tregojnë se uthulla e mollës mund të pihet në mbrëmje. Të nesërmen, nivelet e glukozës do të ulen me të paktën 4%. Uthulla e mollës është një produkt fantastik edhe kundër problemeve që shkaktojnë gjithashtu kolesterolin në trupin tuaj. Të shumt janë ata që e konsumojnë uthullën e mollës të tretur në ujë përpara ose gjatë vakteve. Ata e bëjnë këtë përpjekje për të ulur nivelet e kolesterolit. Ekspertët shprehen se uthulla e mollës përmban aminoacide, të cilat mund të kenë efekte neutralizuese kundër problemeve të kolesterolit dhe do të përkthehen kështu në një element të fuqishëm pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uthulla e mollës është një produkt fantastik edhe për ata persona të cilët duan të reduktojnë kilogramet e tepërt nga trupi. Një studim suedez sugjeroi pirjen e uthullës së mollës në ujë të ngrohtë që ju bën të ndiheni më të ngopur. Kësaj ky lëng do të formojë edhe një mbrojtje më të mirë dhe do të pengojë ushqyerjen e tepërt gjatë ditës. Përdorime të tilla të uthullës së mollës do të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e situatave tuaja, sidomos kur bëhet fjala për konsumin e ushqimeve jo të shëndetshme. Në këtë mënyrë, uthulla e mollës do të bëhet një aleate e vërtetë e organizmit në betejën kundër komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së tij. Uthulla ka tendencën të përmirësojë tretjen dhe të shmangë diaren dhe konstipacionin, dhe ekspertët besojnë se aminoacidet që gjenden tek uthulla e mollës ndihmojnë organizmin të përthithë më mirë ushqyesit, veçanërisht kur bëhet fjala edhe për nivelin e lartë të kalciumit. Ekspertët thonë se uthulla e mollës është e mirë për organizmin për sa kohë konsumohet gjithmonë e tretur në ujë dhe jo më shumë se 2 lugë gjedhe në ditë. Uthulla e mollës është një recetë e vjetër popullore që mund t'i japë shumë vlera në dobi të shëndetit. Njerëzit e përdorin atë ndër shekuj. Uthulla e mollës ka veti të ndryshme të shëndetshme, përfshirë këtu nivelet e tyre antimikrobike dhe antioksiduese, duke përkthyer kështu uthullën e mollës si një aleate të vërtetë të organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Uthulla e mollës ka veti të ndryshme, përfshirë efektet e tyre në lehtësimin e peshës, kolesterolit, gjithashtu edhe kilogramëve të tepërt në trup, duke u përkthyer në një aleat të vërtetë në fuqizimin e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sidoqoftë, ekzistojnë tregime që rekomandojnë uthullën e mollës si një përzgjedhje për të përmirësuar gjithashtu edhe peshën tuaj trupore. Uthulla e mollës është e pasur me substanca të shëndetshme.
Uthulla e mollës bëhet duke fermentuar sheqerin nga mollët. Kjo i kthen ato në acid acetik, i cili është një përbërës kryesor aktiv të uthulla që mund të jetë përgjegjës për përfitimet e saj shëndetësore, si thon Healthline. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu edhe në shkatrimin e bakterieve të dëmshme. Substancat kryesore që gjenden te uthulla e mollës, siç është për shembull edhe acidi acetik, mund të vrasin bakteriet e dëmshme dhe të parandalojnë gjithashtu shumimin e tyre. Ajo njihet si një dezinfektues natyral në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit dhe të përkthehet në një aleate të vërtetë të organizmit në këto situata. Por nëse doni të përmirësoni peshën tuaj trupore, uthullën e mollës mund ta keni një aleate të çmuar të vlerave për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Studimet tregojnë se uthulla e mollës mund të ndihmojë në rritjen e ndjesisë së ngopjes dhe të ndihmojë gjithashtu të konsumoni më pak kalori gjatë ditës. Kjo gjë mund të çojë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Uthulla e mollës mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës është e pasur me acide me veti antimikrobike, që do të thotë se mund të ndihmojë në ndjeshëm edhe në përmirësimin e barrierës së lëkurës dhe parandalimin e infeksioneve të tyre. Uthulla e mollës është një produkt fantastik i fermentimit të mollëve dhe gjithashtu mund të japë përfitime mjaft të larmishme në dobi të shëndetit dhe jo vetëm. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e parandalimit të problemeve të urthit, gjithashtu edhe mikrobeve që i kanosen shëndetit tuaj. Ekspertët thonë se uthulla e mirë është e vlefshme për organizmin dhe përdorimet e saj në standardet e duhura ditore mund të luajë një rol fantastik në menaxhimin e komplikacioneve dhe gjithashtu parandalimin e problemeve të tyre. Ekspertët thonë se uthulla e mollës është e mirë për shëndetin për sa kohë përdoret pa e tepruar dhe brenda standardeve të rekomanduara. Uthulla e mollës është e pasur me element të shëndetshëm, që do të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të shëndetit. Përbërësi kryesor aktiv të uthulla e mollës është acidi acetik, i cili jep asaj edhe një aromë të fuqishme me veti të mira dhe parandaluese. Studiuesit nxjerrin përfundimet se ky acid është përgjegjës gjithashtu për përfitimet e saj shëndetësore, pasi mund të ndikojë pozitivisht në menaxhimin e komplikacioneve dhe gjithashtu në mbrojtjen më të mirë të shëndetit tuaj. Ekspertët thonë se përdorimi i uthullës së mollës në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një element të vlefshëm ushqyes në parandalimin e komplikacioneve të tij dhe rritjen e një rezistence më të mirë të shëndetit. Ndaj, përdorimi i saj në vlerat tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë kundër bakterieve të këqija. Uthulla e mollës mund të vrasë patogjenët dhe disa llojeve të bakterieve që shkaktojnë komplikacione në shëndetin tuaj. Ndaj, përdorimi i saj me kujdes dhe brenda normës së rekomanduar mund të jetë një nga mbrojtjet më të mira kundër patogjenëve dëmtues të jashtëm. Uthulla e mollës është një menaxhuese shumë e mirë e luhatjeve tuaja të sheqerit. Ekspertët e Healthline e listojnë uthullën e mollës si një përzgjedhje mjaft të mirë kundër luhatjeve të papritura të sheqerit pas ushqimit. Një provë klinike e vitit 2019 rekomandoi konsumin e uthullës së mollës, që mund të ketë efekte të dobishme në indeksin e glicemisë, gjithashtu edhe stresin oksidativ të individët me diabet dhe probleme të ngjashme, por kjo nuk do të thotë se ajo do të jetë kuruese, por një menaxhuese shumë e mirë e situatave tuaja të papritura në këto probleme. Uthulla e mollës është e mirë për organizmin dhe mund të ndihmojë gjithashtu në menaxhimin më të mirë të kilogramëve të trupit. Ullëntimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të rrisë ndjeshëm edhe ndjesinë e ngopjes dhe përfundimisht mund të bëhet një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese në këto situata, duke u bërë që të konsumoni më pak ushqime gjatë ditës, duke u përkthyer kështu në një element mjaft të mirë ushqyes, duke reduktuar numrin e kalorive dhe duke sjellë një rezistencë më të mirë të organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video kanë për qëllim informimi dhe asgjë më shumë. Nëse përdorni medikamente përpara konsumit, konsultohuni me mjekun tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.